po merren me prapavijën, me ekonominë e luftës, me gjithçka që ka të bëjë lufta. Ti më kujtove sot në bashkëbisedimin privat që në kohën e luftës, kur ka qenë luftë në UÇK, ke pas kallash kinez. Këtu e 27 vjet përpara. Tani imagjino se sa armatimet komsorisë kështu ka Kina që furnizon jashtë kamerave Rusia. Rusia ka vetë shumë prodhim të vetin, po imagjino Kina, Korea, këta, kupton? Dhe kur flasim për një luftë botërore, duhet të imagjinojmë, pra çojmë pak në imagjinat, cili vend i ka të gatshëm për shembull 10 milion ushtarë për t'i çuar në sakrificë. Në perëndim, ne gjithë bashkë bëjmë 10 milion ushtarë. Ju thatë ofenzivë, mendoni se kjo është vërtet ofenzive e pranverës apo është vetëm një lëvizje taktike e Rusisë për të fituar territoret të reja? Kam frikë se ndodhemi në para një marrëveshje të re me kam frikë se ndodhemi në një ofensivë të pranverës dhe kam frikë se ky muaj do jetë goxha i përgjakshëm. Flitej se caqet e goditura spaku sipas mediave ruse kanë qenë një pjesë e madhe e komandantëve apo edhe generalëve Ukrainas. Pra ata flasin për goditje precize. Mundet, po nuk është aq precize sepse ka bërë shumë dëme në civil, kështu që edhe kaq precize nuk është. Unë e shoh më shumë se sa një veprim për të treguar forcën dhe për të ushtruar terrorin në mënyrë që të demoralizojnë akoma më shumë civilët që qëndrojnë në qytetet që janë në kufi aty ku po bëhen luftët. Kështu që nuk jam mund të jetë që janë goditur një numër i madh ushtarakësh apo një numër i caktuar ushtarakësh lart, por goditja ndaj civilëve, aq më tepër që rusët nga pikpamje teknologjike ushtarake janë shumë lart, goditja ndaj civilëve nuk është edhe aq e paprogramuar në mendimin tim. Pra synon atë që për shembull qeveria e Ukrainës po bën Pokrovsk, pra tërheqjen e civilëve. Dhe ata kanë qartë si në Bakhmut. Në momentin që tërhiqen civilët, ta fusin trupat dhe pastaj bëhet masakër mes ushtarakësh. Pra për mendimin tim jemi në një strategji luftarake të Rusisë për të ecur përpara me negociata për anëpushim, por edhe negociatat për anëpushim bëhen nën kushtet e presionit të madh ushtarak në terren. Disa e vlerësuan se një lloj, edhe pse ishin sulme pra ushtarake të vdekje prurëse, pra ashtu siç shihen edhe nga pamjet. E shohin si një lëvizje politike të Rusisë drejtuar apo mesazh drejtuar edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Jo, unë nuk mendoj që ka të bëjë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, sa ka të bëjë me mënyrën se si rusët mendojnë të influencojnë në skenën e negociatave. Pra, më shumë se sa amerikanëve, cilët nuk çuditen nga këto gjëra, për sa kohë amerikanët i njohin mirë rusët. Amerikanët kanë praktikisht që pas luftës dytë botërore që janë në një konkurrencë të vazhdueshme me rusët. Në fillim e Bashkimit Sovjetik e më tej me rusët.